Besimtarët musliman në Fier kanë falur namazin e Kurban Bajramit, që në orët e para të mëngjesit, besimtarët janë falur në sheshin qendror të qytetit, ndërsa krerët musliman të Miftinis kanë përcjellur urime për paqe dhe harmoni mes njerëzve. Namazi u fal në orën 6:40, ndërsa ceremonisi parapriu me fjalën e tij Miftiu i Fierit Mikel Hazizolli. Ai përcolli mesazhin për më shumë paqe dhe respekt ndaj njëri tjetrit dhe theksoi se kjo është dita kur ne shërojmë plagët që i kemi shkaktuar njëri tjetrit. Sakrifica që është simbol që ne të kuptojmë madhështinë e Zotit, dashurinë që do të ketë njeriu për Allahun Azza wa Jall. Padyshim që ne duhet të sakrifikojmë një jetë që ne të jemi pranë Allahut Azza wa Jall. Ne duhet të bëjmë sakrificë në raport me prindërit tanë, që ata të marrin atë që meriton dhe Zoti të jetë i kënaqur. Duhet të bëjmë sakrificë nga dëshirat tona në këtë botë përkohshme që të japim hakun bashkëshorteve tona. Du të bëjmë sakrificë nga koha jonë, nga nervat tona, që të edukojmë më së miri fëmijët tanë, që nështrohen vetëm krijuesit të botëve. Profeti a.s. bëri kurban 2 desh të mëdhenj të larmë dhe i theri me duart e tij dhe tha Bismillah, Allahu Ekber, dhe në këtë formë ai e bëri kurbanin e tij të nderuar besimtar.